Kryeheroi do thotë është i pakontestueshëm. Shpirtin ton, mendjen ton është i pakontestueshëm. Evropian krenohen me një general që Evropa aq të madhe ka qitë në mesjet. Falënderit televizionit Arbëria, e cila do thotë është sponsori kryesor i këtij eventi. Siç po shihni këtu jemi në një ekspozitatë të pamor kushtuar kryeheroit ton kombëtar. Kjo është pjesë e agjendës së manifestimit festimit të datëlinjës së Gjergj Kastriotit, e cila i shërben breza për të rritë kujtesën historike për kryeheroin dhe na bën krenar si kam, jo vetëm në shqiptarëve, po siç e dini edhe evropian krenohen me një general që Evropa aq të madhe ka qitë në mesjet. Kryeheroi do thotë është i pakontestueshëm. Shpirtin ton, mendjen ton është i pakontestueshëm. Mendoj që vestimi dhe projekti po i arrin qëllimit nga njerëz që shon shesh, nga ata që po vinë, nga grupet artistike që janë duke ardhur dhe që kanë me performu, nga pjesëmarrja e artistëve të ndryshëm, ne po i arrim qëllimit. Ne edhe më herët e patëm projektin e simpoziumit shkencor, ku aty shumë historianë dhe figura e eminente të shkencës të historisë prezantuan punimet e tyre, kontestat e tyre, kështu që ne si projekt, si OJQ Shqiptaria, bashkë me korporatën Kryziv, Kufit e Arbrit, artist për artist, projektin do thotë si duket do e kem edhe këtë vit me sukses të plotë. Përshëndetje, jam Alketa Milazime, jam studente e pikturës të arteve, ku marrë pjesë sot me portretin e Skënderbeut, mas shumë për rastin e ditëlindjes së tij, edhe në mundu paka shumë ju përshtat edhe tjerëve artistëve këto. Që sa ku mirësh me këtë profesion? Në fakt, ku më fillu që e vogël, me pa që muj me kam talent, edhe nashta pri moshës 4-5 veçare ku më fillu se ku më dash ma shumë artin, edhe është si një lloj trashëgimie, nashta edhe prej dajës pak, se edhe daja është ajo që më ka shty ma shumë për me punu me punive.